Rritje pensionesh apo rishpërndarje bonusit të fundvitit, eksperti sqaron se si do të funksionojë skema dhe kategoritë që përfitojnë. Pak ditë më parë, kryeministri Edi Rama dha lajmin se në buxhetin për vitin 2026 do të parashikohet rritje për pensionet, por jo vetëm. Eksperti Kujtim Hoxha ka sqaruar skemën se si do të veprohet dhe impaktin që kjo do të ketë në jetën e pensionistëve. Bonusi i fundvitit do të jetë ndarë në mënyrë përpjesëtimore për çdo muaj në 2026. Bonusi është një e ardhur që futet në xhepat e pensionistëve për mënyra e shpërndarjes dhe ajo që propagandohet si rritje është thjesht fasad. Sipas grupeve të interesit janë ndarë në pensionet plota, invaliditeti dhe pensione familjare për të nxjerrë një konkluzion se çfarë përfitojnë pensionistët. Pensionet e plota në zonat rurale do të përfitojnë 1.000 lek, invaliditeti 600 lek, pensionet familjare 700 lek. Kjo në të rësi sjell më pak të ardhura se bonusi i fundvitit shprehet ai.